Unioni e Rumunëve thënë ndryshe i vllahëve të degës së Firit organizuan aktivitetin festiv në kuadër të ditës së pranverës. Në fjalën e hapjes së kësaj veprimtarie, kryetari i degës së Firit, Arqilepi Peri, pasi uroi mirëseardhjen pjesëmarrësve të pranishëm në këtë veprimtari nga Tirana, Vlora, Përmeti, Elbasani, Berati të tjerë, u shpreh se kjo festë përfaqëson traditat e trashëgimisë kulturore të komunitetit të rumunësh, shekuesi edhe vlerat e identitetit të këtij komuniteti, i cili ka kontribute të çmuara në historinë tonë kombëtare, si edhe në zhvillimin e vendit. Vruc të njësitësor si Fraca Armenj. Vruc Osmic, aklimat gënoj, kërosh dzuat i primavera. Si di doj anche noi facciamo la nostra di primavera, duon di mars. Kryetari i Bashkisë Përmet Niko Shyti u shpreh për të pranishmit se përfaqësuesit e komunitetit etnik të vllehëve janë përfaqësues vlerash dhe njerëz të shquar të fushave të zhvillimit politik, ekonomik, kulturor, social dhe patriotik. Në të parë unë duhet të bëj një falënderim për të gjithë organizatorët, për ata që më dhanë mua sot ftesën, është hera e parë që unë vi në këtë takim. Do kemi mundësi që në vitet në vazhdim të kontaktojmë dhe të bisedojmë me njëri tjetrin. Vitën e vlehëve, meqenëse e keni lënë si datë, shëndet dhe mbarësi të gjithë për ju dhe familjet tuaja, miru të takofshin dhe xharosh. Presidenti i Unionit Kombëtar të Vlehëve në Shqipëri, Thoma Peçi, në referimin e tij vuri theksin te vlerat e komunitetit vleh, të cilat sipasi i bashkon identiteti që po përhapet dhe trashëgohet te brezat e rinj. Mbi kulturën dhe civilizimin e pa diskutueshëm elen dhe ka marrë dhe ka adoptuar dhe ruan akoma dhe sot e kësaj dite edhe kulturën, identitet nga gjuha në mënyrë të veçantë latine, pra të një periudhe siç ka qenë periudha e romakëve. Pra, siç e shohim, vlehët përfaqësojnë civilizime të gjithë zonës e Europës dhe ajo çka është më e rëndësishme është fakti që ata i mbartin dhe i përcjellin brez pas brezi. Kryetaria e Bashkisë Patos, Raimonda Balili, si pjesë e këtij komuniteti, theksoi se pushteti vendor do të japë rëndësinë që duhet zhvillimit të këtij komuniteti. Sipas saj nuk do të mungojnë investimet për përmirësimin e kushteve të jetës dhe zhvillimin kulturor të komunitetit vleh që jeton në territorin e Bashkisë Patos. Gëzuar të gjithëve ditën e vllahëve dhe ditën e verës. Është viti i dytë në fakt që unë jam e ftuar të marr pjesë në një event të tillë dhe unë mendoj që avash kjo do të bëhet një traditë dhe do të ketë më shumë njerëz, do të ketë më shumë gëzim, do të ketë më shumë krenari edhe për gjithë historinë e komunitetit tonë. Kështu që këtë qëllim ka edhe festimi i ditës së verës, për të njohur traditat, për të njohur kulturën, për të njohur njëri tjetrin dhe për të qenë bashkë për të festuar edhe gëzimet e njëri tjetrit. Kështu që unë jam pjesë e këtij komunitetit, pa diskutim, nuk është gjë e re si të gjithë më njohin, dhe jam pjesë edhe e drejtimit të pushtetit vendor që do doja që të jepja rëndësinë e duhur dhe zhvillimit të kësaj pjese të komunitetit, që ndoshta e kam thënë edhe vitin e kaluar ka ngelur për disa vite në harres, kështu që është detyra jonë që duke bashkëpunuar së bashku, duke kujtuar edhe ngjarje të rëndësishme, të themi edhe gjëra të tilla që ky komunitet ja vlen që të investohet, që të zhvillohet për krah të gjithë komunitetit të Patosit, ndaj dhe vëmendja jonë është edhe në këtë drejtim. Në këtë veprimtari përshëndeti edhe deputetja e Partisë Socialiste Antoneta Dhima. Në rastin të uroj gjithë komunitetin vleh, i cili tashmë nuk është më një pakic, por është një komunitet i cili ka shtrirje në gjithë Republikën e Shqipërisë. Në vijim folën edhe kryetari i nderit të Unionit të Vlehëve Dhimo Stefa, kryetari i Unionit të Degës së Vlehëve në Vlorë Andrea Qirio, antari kryesisë së Degës së Unionit të Vlehëve të Fierit Arben Beta e të tjerë. Zjarri si simbol i largimit të periudhës së dimrit, kënga dhe valli e plot ngjyri dhe rritën për shpresën që jep jetës ardhja e pranverës, përson emocione dhe e bën atmosferën festive.